Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të fokusohemi tek energjia e përgjithshme e tarotëve për punën, për lajmet për punën, për financat, për bollokun. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë thon tarot për pjesën e bollokut dhe të financave për ditën e sotme. Pjesa e bollokut dhe financave për ditën e sotme. Ju jeni pak të menduar për pjesën e bollokut, sepse këto të ardhura që ju merrni nuk plotësojnë ato gjëra që ju keni planet tuaja. Jeni një person që marrëdhënie që krijoni i keni në themele me sinqeritet, në marrëdhënien e punës, në marrëdhënien e familjes, në marrëdhëniet që keni në gjitha sektorët e jetës tuaj. Mbretëresha e kupave është një person i cili ka gjithmonë në prerjen e saj bollok. Shumë shpejt në këtë prerjen e kësaj mbretëreshe do të vi një bollok i madh financiar, sepse është njëri shumë i pastër. Ka një pastërti shpirtërore. Treshi i kupave. Treshi i kupave tregon për një fitore që do të realizohet shumë shpejt, do të merrni një lajm shumë të rëndësishëm tek pjesa e bollokut dhe ju do të festoni këtë fitore, këtë lajm të mrekullueshëm për sa i përket financave. Do të vi një lajm nga ky ushtari i shkopimve, i cili sjell këtë lajm në jetën tuaj për pjesën e bollokut të financave. Jeni plot me bollok në çdo çakër të trupit tuaj, ju keni bollok financiar. Por këtë bollok ju e keni tek pjesa e botës, pra ju jeni të larguar në botë dhe bollokun ju buron në çdo çakër të trupit tuaj. Një lajm shumë i rëndësishëm merret shumë shpejt në jetën tuaj. Ky është një lajm bolloku, financa, për një sukses në biznes, një lajm që do t'ju ndryshojë dhe transformojë jetën tuaj. Meditoni dhe bëni një paqe me veten tuaj për të reflektuar me botën tuaj të brendshme, për gjithçka që doni të krijoni në jetën tuaj, sepse ju jeni një person magjik. Ju në çakrën e kokës keni dritën e universit, e cila ju ndriçon në këtë rrugë drejt këtij bollokut. Keni shumë intelekt dhe keni intuit në jetën tuaj. Për shpeshherë për këtë bollok ju mendojeni të bëni dhe një rrugë, por e keni si me dyzim, e keni si me dy mendje. Edhe pse hëna dhe dielli ju ndihmon, ju përsëri keni një lëdyshje për ta bërë këtë rrugë, sepse keni mbrapa kupat, bollokun tuaj. Gjithmonë në jetën tuaj ju keni pjesën e bollokut financiar. Shpeshherë ky bollok financiar herëherë ka pozitivitet, sepse ka dhe njerëz pozitiv dhe njerëz negativ, dhe herë ka negativitet. Por, gjithmonë, ushtari i kupave tregon që ndryshimi i bollokut tuaj në jetën tuaj do të jetë i madh, sepse ky ushtar kalëron në këtë kalë të bardhë të paqes drejt jush me këtë kupë të mbushur plot me bollok. Këto ishin energjitë e përgjithshme të tarotëve të fokusuara tek puna dhe tek financat. Faleminderit